si jep këtë premtim qytetarëve kur brenda grupit ki kësi divergjenca. Pro janë bashkime, si me thonë, veç për me grumbullu vota dhe nuk janë kualitative. Po, kontribut këtu kemi gjithë ne edhe ne folësit publike dhe gjithë ne që morim pjesë në jetën publike, sepse kemi fillu me normalizu një farë qështu koalicioni, kush so vota pimer, so përqin, kush delekora. Kalkulime që nuk janë interes tonë, s'kem pse bëjmë, sepse si jenë parti politike. A janë kalkulime edhe që shipat këto bisedime, disa dështuan, disa jo? Po, nashta shumë mirë që Zotri Limaj, për shembull, nuk shkoj me partin pushtet që ka qenë deri sot, me vetëvendosjen, edhe mirë që shkoj me, edhe më mirë që shkoj me LDK-n, po nuk isha dashur, nashta ideale kishte me qenë Zotri Limaj me shku me PDK-n, për shkak se unë nuk i dalloj kështu si koncept ideologjik që kanë divergjenca, përveç këtyre hatërmbetjeve që janë institucionale të posteve. Faktikisht kjo koncepti ndarja e posteve ka ekzistuar edhe tek edhe ma parë, mirë po nuk ka qenë çka që është përfaqshme sa është ditëve të sotit. Për shembull sot KRKP bëhet në koalicion ose diçka domthon për pozita se ku është pozicioni politik i saj e jo ku janë idetë që i proklamon çaj subjekt ose po do të se bëjmë për këto ideja, po kështot po thotë se bëja as për qeveri. Ideja është çysh e thonë, çysh e thot vetëvendosës, çysh e thot Zotri ose LDK-ja me Zotrin Abdixhikun, po ideja në fakt çka i sjellin të re, për shembull, çka i sjell Zotri Akusari ose Lëviza Guxo vetëvendosur nuk ka diçka që i ka sjell të re. Domethënë, a qenë shefi i grupit me pozitë shumë e rëndësishme ku vend. Po pavarësisht, kjo është vetëm institucion. Ideja është se po te posti, ideja çka i ka pru si vlerë. Domethënë unë nuk besoj që lista Guxo ose parti tjera ose Mimoza Akusari dhe me alternativën i sjellin vetëvendosës koncepte ideologjike. Edhe unë besoj që kanë divergjenca të mëdha Zona Akusari me domethënë me Zotrin Pecën edhe Zonja Ngërvalla në raport me vetëvendosën, me çato që i proklamon vetëvendosën. Një çush kanë Zotri Abdixhiku me Zotrin Limaj. Po si vret për shkak se partitë nuk po doin që më vretna. Ideja është që po doin që më grumbullu votë edhe të tjera. Veç unë e shoh kështu matematikisht këtë punë, e marr një koncept thysës edhe e hek në parti ose një politikan jashtë kësaj grumbullimi politik ose si vetëvendosës dhe ku jetaj domethënë si pozicion. Për shembull, situatën më të vështirë sot në politikë ka, në këto zgjedhje ka Aleanca për Armërinë e Kosovës. Domethënë ajo me nismën, domethënë bënë përpjekje për me kalu pragun, tash pa nismën në 30 deputet se çysh ka me e dyshon që kalon pragun AK. Po dyshoj edhe unë besoj që do të partitë në Kosovë nuk do të më qenë shumë. Kjo është diverzitet politik, okay, mirë po do të më shku ideja jo me numër, po ideja do të më shku me ideologji që opozita me qenë. Unë mendoj që do të më qenë si ndarje ideologjike. Për shembull, PZO PDK-ja ose nisma me qenë si koncept, le të janë ato 10 parti, po ideja si ideologji me qenë një tabor. Ti sot opozitën e ki ndam koncept ideologjik edhe sot ti nuk ki opozitë konsoliduar. Domethënë opozita bëhet ad hoc edhe bëhet politik ditore, nuk ki kritik mbi ekonominë, kritik mbi dialogun, domethënë nuk ki kritik të opozitës për shkak se është